kur lindi Antikrishti? E dini vallë përse Zoti ynë tek pyetja e apostullit Petros, nëse duhet ta falim 7 herë vëllain ton kur na padrejtëson apo na mërzit me çfarëdo mënyre që është në kurrizin ton, u përgjigj se duhet ta falim jo 7 herë, po 70 herë 7. Është vallë rastësore që Zoti ynë përmend këtë numër? Sigurisht që në këtë pjesë Zoti ynë, përveç gjithë të tjerave, na thekson dhe çështjen shumë të rëndësishme të dashurisë, të faljes që duhet të zbatojmë të gjithë ne. Por shumica e njerëzve sot në këto kohë të vështira, jo vetëm që nuk duan dhe nuk falin vëllezërit e tyre, por përkundrazi shpifin, përgojojnë, i urrejnë dhe i luftojnë njëkohësisht, duke vepruar të kundërtën që këshilloi Krishti tek Petrua. Unë nuk them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Por këtu, përveç kësaj gjëje shumë të rëndësishme, çështjes së dashurisë dhe të faljes tek të afërmit tan, duhet të ndalojmë dhe të kemi kujdes veçanërisht në këto 2 pika. Së pari, përse Zoti ynë thot tek nxënësit e tij dhe nëpërmjet tyre edhe tek ne, se aty ku ndodhen qoftë edhe 2 ose 3 veta të bashkuar në emrin e tij, në besimin e tij dhe në mësimet e tij, do të jetë edhe ai gjithmonë në mes të tyre, gjithmonë pranë tyre. Së dyti, shprehjen e tij drejtuar Petros dhe po ashtu të gjithëve ne, se unë nuk them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Le t'i shohim këto duke filluar nga kjo e dyta. Këtu shohim përsëri përpara nesh numrin e shenjtë 7. Prandaj dhe Petrua, kur e pyet Zotin ton se sa herë duhet ta falim vëllain ton, nuk i përmend ndonjë numër tjetër, por numrin 7. Por edhe Zoti ynë nuk i përgjigjet me numra të tjerë ose me ndonjë shprehje tjetër, por me të njëjtin numër dhe të shumëfishuar. Nuk do të mundej vallë Zoti ynë të jepte një përgjigje më konkrete, duke i thënë për shembull se duhet gjithmonë ta falësh vëllain tënd, vazhdo pafundësisht. Sigurisht i do mundej, por zgjedh të flasi me numra. Përse përmend këta numra 7 dhe 70 herë 7? Mos vallë rastësisht? Sigurisht që jo. Sepse asgjë nuk është rastësore në shkrimin e shenjtë dhe në fjalët e Zotit ton. Në lidhje me interpretimin e shprehjes 70 herë 7, ka 2 versione sipas shenjtorëve tan. Njëri është se do të thotë 490, do me thënë 70 herë 7 barazi 490. Dhe tjetri është se do të thotë 77, 70 plus 7 barazi 77. Por si të marrim versionin e parë, si të marrim të dytin, do të dalim në të njëjtin përfundim, se këto numra i referohen lindjes dhe ardhjes së Krishtit. Le të shohim versionin e parë. 70 herë 7 barazi 490. Sipas profetit Daniel, Zoti ynë do të vinte në tokë pas 70 javëve, do me thënë 490 vjetësh. 70 herë 7 barazi 490. Tek Danieli, kapitulli 9, vargjet 22 deri 27. Pasi të ktheheshin nga skllavërimi në Babiloni dhe të ndërtonin tempullin dhe muret e Jeruzalemit. Të njëjtën gjë mbështesin edhe shenjtorët dhe mësuesit e kishës son, që interpretuan këtë profeci të Danielit. Versioni i dytë, 70 plus 7 barazi 77. Sipas Shën Vasilit të Madh dhe të tjerëve shenjtorë, 70 herë 7 përveç 490 do të thotë edhe 77. Ky përfundim del edhe nga ungjillori Luka, i cili në kapitullin e 3 të tij na thot se Zoti ynë lindi 77 breza pas Adamit. Konkretisht, Shën Vasili na thot: disa arritën në këtë përfundim, që nuk është i papajtueshëm me dogmën e kishës, se që nga Kaini e deri tek përmbytja kaluan 7 breza, dhe menjëherë jepet përmbi tokë ndëshkimi, sepse ishte përhapur shumë mëkati. Numëro pra që nga Adami deri në ardhjen e Krishtit të gjithë brezat sipas gjenealogjisë së Lukës, dhe do të gjesh se Zoti lindi pas 77 brezave. Ja pra, që siç e shohim,
Këta numra kishin lidhje me atë se kur do të lindte Zoti ynë Jezu Krisht. Ai që do të merrte mëkatet tona mbi supet e tij, siç thot tek Johani kapitulli 1 vargu 29. Ja, qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Ai që do të ishte me një fjalë shpëtimtari i botës. Bëni kujdes dhe diçka tjetër shumë të ndryshme dhe të rëndësishme që del përsëri nga të njëjtët numra dhe simbole dhe ka lidhje jo me lindjen e Krishtit, por me një lindje tjetër. Le ta shohim. Le të shkojmë përsëri në fillim. Çfarë e pyet apostull Petru Zotin ton? Se sa herë duhet ta falim vëllain ton? Dhe si i përgjigjet Zoti ynë? Jo 7 herë, por 70 herë 7. Sa na bëjnë 70 herë 7? 490. Po ta lexonim edhe një herë përgjigjen e Zotit dhe ta përkthenim në numër, do të thoshim se jo 7 herë, por 490 herë. Do me thënë, na jep 2 numra, 7 dhe 490. Nëse këta numra i vinin përbri njëri tjetrit, do të kishim numrin 7490. Mund të simbolizoj diçka ky numër? Mos vallë ndonjë datë që e njihte Zoti ynë dhe se diçka e rëndësishme dhe serioze do të ndodhi në atë kohë. Dhe realisht, ky numër përcakton një kohë. Vitin 7490 nga Adami. Siç e kemi theksuar edhe më parë, Zoti ynë lindi në vitin 5508 nga Adami. Dhe sot, në vitin 2014, kanë kaluar 7522 vjet nga Adami. Dhe cili vit është 7490 nga Adami? Nuk do ta besoni. Është viti që u bë ngjizja e Antikrishtit. Sepse nëse lindi në vitin 1983, siç edhe e mbështesim, atëherë ngjizja e jashtëligjshme dhe mëkatare e tij u bë në vitin 1982. Si të ketë lindur më 1982 si më 1983, nuk ka absolutisht as pak rëndësi. Thelbi dhe çështja është se lindi, erdhi dhe fund gënjeshtrave. Ja të kryejmë dhe veprimet. Nga 7490 heqim 5508, na bëjnë 1982. E pa besueshme, por e vërtet. Do me thënë, me fjalë të tjera, tek përgjigja që dha Zoti ynë është si të na thotë, se hiri, mëshira nga Perëndia dhe Shpirti i Shenjtë do të jetë dhe do të jepet në botë deri në vitin 1982, sepse atëhere do të lindi dhe do të vijë përmbi tokë Antikrishti, njeriu i mëkatit, biri i humbjes, që thot apostull Pavli tek letra e 2 Selanikasve, kapitulli 2, vargu i 3. Arsyet që Perëndia tërheq hirin e tij pas lindjes Antikrishtit. Ndoshta dikush mund të pyes, pse do duhej të na braktisi Perëndia me që erdhi Antikrishti? Sepse kjo do të jetë rrjedha e ngjarjeve për arsye të largimit ton dhe të sjelljes ton. Sepse Perëndia nuk mund të bëjë ndryshe, përderisa kjo ishte zgjedhja jon, e lirë dhe e vullnetshme. Ashtu siç ndodh saktësisht edhe në rrafshin personal të çdo njeriu, kur me jetën e tij mëkatare dhe veprat e tij të këqija, molep spagëzimin e shenjtë, duke larguar ai vet shpirtin e shenjtë nga brenda tij. Është si të thot me fjalë të tjera ky njeri tek Perëndia. Shiko, ti mund të thuash që unë të jetoj në mënyrë të devotshme, me moral, me virtyte, por unë nuk dua. Dua të jetoj në mënyrë të pamoralshme, në mënyrë mëkatare. Prandaj largohu dhe më lër mua të qetë, të jetoj ashtu siç dua dhe të bëj çfarë të dua. Në një rast të tillë, çfarë duhet të bëj Perëndia, i cili respekton gjithmonë lirinë dhe pavarësinë e çdo njeriu? Natyrisht të respektoj lirinë dhe dëshirën e çdo njeriu dhe të largohet. Jo sepse e do dhe e dëshiron ai vet, por sepse ja kërkoi qoftë me fjalë, qoftë me vepra ky njeri. Kjo saktësisht ndodh edhe në rastin që po përmendim, në kohën pra që lindi Antikrishti. Imagjinoni të gjithë njerëzimin, ose pothuajse të gjithë njerëzimin e kësaj kohe,
si një njeri i cili jeton, vepron dhe thot të njëjtat me njeriun që morëm si shembull më lart. Perëndia si do të veproj? Ashtu siç e tha më lart. Do të largohet dhe do të heqë hirin e tij nga njëra anë sepse respekton lirinë e njerëzve dhe nga ana tjetër sepse nuk mund të qëndrojë aty ku ka mëkat, pislëk, ligësi dhe imoralitet. Por të gjitha këto janë të profetizuara edhe në shkrimin e shenjtë dhe tek etri tanë të shenjtë. Për shembull, çfarë thot apostulli Pavli tek letra e 2 të Salonikasve? Se Antikrishti nuk mund të vijë pa ardhur më parë largimi nga besimi i të gjithë njerëzve, akoma edhe i besimtarve. Nuk mund të vijë për sa kohë është hiri i Shpirtit të Shenjtë. Nuk mund të vijë në tokë nëse mëkati, ligësia, padrejtësia dhe gjithë të këqijat e tjera nuk arrin në kulmin e tyre. Deri atëherë, pra, në vitin 1982, Perëndia, për arsye të disa besimtarve, të shenjtëve dhe njerëzve të ndershëm, do ta falë njerëzimin pavarësisht mëkateve dhe veprave të tyre të këqija që kryen. Nënkuptohet përgjithsisht si bashkësi ndërkombëtare dhe jo personalisht për çdo njëri nga ne, që realisht shpresojmë tek ai dhe që gjithmonë e deri në fund të botës kur kërkojmë dhe në mënyrë të sinqertë mëshirën dhe falje, ai e jep me zemërgjerësi. Me sa duket, pas vitit 1980 do të paksohen këta njerëz të shenjtë, ose nuk do të mjaftojnë, siç ndodhi edhe në rastin e Sodomës dhe Gomorës, që nëse do të kishte 5 deri në 10 të mirë e të drejtë, Perëndia nuk do t'i shkatëronte këto qytete. Tek Zanafilla, kapitulli 18, vargjet 21 deri 33. Kështu, fatkeqësisht, në vitin 1983 lindi Antikrishti, për arsye të largimit ton të madh nga besimi dhe Perëndia, nga ligjet dhe porositë e tij. Prandaj edhe Perëndia do detyrohet, në thonjza, të na braktisi, të largohet nga ne dhe përgjithsisht nga bota, duke e dorëzuar tek djalli dhe tek biri i tij Antikrishti, i cili e di se pak kohë ka, siç thot tek Zbulesa kapitulli 12, vargu 12, dhe sillet si luan vrumbullues. Tek letra e parë e Petros, kapitulli 5, vargu 8, për të komanduar botën si perëndi përmbi tokë dhe të shkatërrojë çdo gjë. Ja pra, që edhe nga kjo pjesë e ungjillit ton, Zoti ynë u kujdes të na thot dhe të na informoj për ata që kanë mendje Krishti dhe sy që shohin natyrisht, se kur do të lindi Antikrishti dhe deri kur do të na toleroj dhe do të na fal. Deri në vitin 1982, që nga viti 1982 apo 1983 dhe më pas, Perëndia pushon të jetë mbrojtës, ndihmës dhe drejtues i kësaj bote, sepse fatkeqësisht bota e largoi, e mohoi dhe u kthye për tek djalli. Edhe me veprat e saj, por sepse përfundimisht erdhi përmbi tokë Antikrishti, që nga viti 1983 Perëndia nuk mundet, në thonjza, të ofrojë mëshirë në botë. Jo sepse nuk do, por nuk mund. Nuk është e mundur dhe as që bëhet, pra, që me ato që bën njerëzimi, Perëndia të tregojë pafundësisht mëshirë. Me këtë logjik, nuk do të vinte kurrë Antikrishti, dhe po ashtu as ardhja e dytë e Zotit ton, sepse do duhej gjithmonë Perëndia, si Perëndi e dashurisë dhe e mëshirës që është, t'i falte njerëzit dhe po ashtu gjithë botën. Dhe me këtë logjik, nuk do duhej të ndëshkohej në ferr asnjë nga njerëzit kur të bëhej ardhja e dytë, por të falen dhe të shkojnë të gjithë në parajs. Por gjërat nuk janë kështu, siç i dinë të gjithë besimtarët e vërtet ortodoks. Kështu pra, përderisa bota lejoi me dëshirën e saj të shkojë në buzë të shkatërrimit i gjithë njerëzimi, duke i drejtuar dhe shtyrë tek mëkati, ligësia, mashtrimi, imoraliteti, pritej që do të vinte çasti që do të lindte Antikrishti. Ai mashtrues dhe dinak, të cilin do ta adhurojnë të gjithë njerëzit me disa përjashtime të vogla dhe do ta pranojnë si Mesia, shpëtimtar dhe Perëndi përmbi tokë. Për këtë arsye pra, përderisa e mohojnë me vetëdije Mesin e vetëm dhe të vërtet, Jezu Krishtin, shpëtimtarin e vërtet të botës, duke adhuruar Antikrishtin, Perëndia pas vitit 1983 heq dorë nga njerëzimi dhe pushon të tregojë falje dhe mëshirë,
pasi njerëzit jo vetëm që nuk e vlerësuan, por me dëshirë e mohuan. Rezultatet e largimit të Perëndis. Këtu e shumë vjet më parë kanë filluar të bëhen shumë të dukshme, edhe për ata që nuk kanë sy në thojza dhe mendje. Të gjitha shkojnë drejt shpërbërjes. Njerëzit dhe shoqëritë shkojnë drejt prishjes. Natyra dhe ekosistemi është shkatërruar. Ndryshimet klimaterike që po shënohen kanë tjetërsuar çdo gjë. Koha është çmendur. Akujt po shkrijnë. Katastrofat e ndryshme natyrore me përmbytjet, tsunamet, stuhit, rrëshqitjet e dheut, tërmetet, zjarret e shumë të tjera shkatërrojnë dhe po shpërbëjnë të gjithë tokën. Njerëzimi po lëkundet, nuk di çfarë të bëjë, ndodhet në gjendje alarmi. Dhe fatkeqësisht, të gjitha këto janë vetëm fillimi. Por të gjitha këto gjëra do të jenë vetëm fillimi i dhimbjeve të lindjes, thot tek Mateu kapitulli 24 vargu 8. Fillimi i të gjitha atyre që do duhet të ndodhin për arsye të largimit ton nga Perëndia dhe të largimit të hirit dhe mëshirës së Perëndis nga ne. Dhe më të vështirat dhe më të këqijat dhe të pakonceptueshmet nga mendja e njeriut do të vinë pas vitit 2014 me 2015, kur Antikrishti do të fronëzohet mbret nga bota dhe do të adhurohet si Perëndi dhe shpëtimtar i botës. Siç edhe do të bëhet për vetëm 3 vjet e gjysmë deri më 2018, kur do të vijë Zoti ynë për ta zhdukur përgjithmonë, siç na thot apostulli Pavli tek letra e 2 Thesalonikasve, kapitulli 2, vargu 8. Zoti do ta shkatërrojë me hukatjen e gojës së tij dhe do ta zgjesojë me të dukurit e ardhjes së tij. Ja pra, përse Zoti ynë na thot se falja do të jetë deri në 70 herë 7, do me thënë deri më 1983, sepse atëherë do të vinte Antikrishti. Për këtë arsye, Zoti ynë na përmend tek i njëjti kapitull dhe tek i njëjti vend me pyetjen e Petros, se aty ku ndodhen qoftë edhe 2 apo 3 veta të bashkuar në emrin e tij, në besimin e tij, në mësimet e tij, atëherë edhe ai do të gjendet midis tyre dhe pranë tyre, tek Mateu kapitulli 18 vargu 20. Kjo sigurisht që ka vlerë për çdo kohë, por na e identifikon këtu sepse saktësisht pas vitit 1983 gjërat do të jenë shumë të vështira dhe shumica e njerëzve do të pranojnë frymën e Antikrishtit, por edhe atë vetë më pas. Është si të na theksoj: bëni kujdes pas vitit 1983, mos kini frikë, mos u depurajoni sepse do të jeni pak, sepse nuk do t'ju besojnë dhe nuk do t'ju vinë nga pas të shumtët, akoma edhe njerëzit e kishës, akoma edhe vetë kisha. Mos u shqetësoni, unë jam këtu. Mos u shqetësoni kudo që të jeni, kudo që të ndodheni, edhe nëse jeni shumë, por edhe nëse jeni pak, akoma edhe 2 ose 3 po të jeni. Unë do të jem midis jush, bashkë me ju dhe pranë jush. Do t'ju mbaj prej dore, do t'ju drejtoj dhe do t'ju ofroj çdo gjë që keni nevojë. Prandaj mos u shqetësoni për asgjë. Unë do të jem gjithmonë pranë jush, që nga lindja e Antikrishtit në vitin 1983 deri në shfaqjen e tij në vitin 2013 dhe deri në fund të botës në vitin 2018. Tek Mateu, kapitulli 28, vargu 20 thot: Unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amin.